Ndërtimi i autostradës Tetov-Gostivar në kuadër të korridorit 8 ka ngritur një shqetësim tek banorët që jetojnë në territorin e komunës së Bogovinës. Bëhet fjalë për qasjen në autostradë të banorëve të fshatrave të kësaj komune. Sipas informacioneve të deritanishme, nga Tetova deri në Gostivar do të ketë vetëm një kyçje kryesore, dhe atë në fshatin Pirok, mes territorit të komunës së Bogovinës dhe Vrapçishtit. Ndërsa, pothuajse të gjitha fshatrat do të kenë qasje në rrugën ndihmëse, e cila do të lidhet me korridorin. Këto shqetësime të këtyre banorëve janë shprehur dhe në takimin e fundit të kryetarit të komunës së Bogovinës, Feti Abazi, me përfaqësues të Bechtel Enka. Kryetari Abazi thotë se në këtë takim janë marrë informacione lidhur me projektin, por pritet që të ketë edhe takime të tjera. Krahas kësaj, është kërkuar infrastrukturë dhe përbujqit që janë në pjesën e poshtme të korridorit. Nga takimi arritëm përfundim se secili vendbanim do ketë qasje në rrugën ndihmëse për në autostradë, rrugë faktikisht rrugë që qasje që do ketë direkt autostrada do jetë në mes komunës tonë dhe komunës Vrapçishtit, edhe ajo do jetë në mes që përfshin edhe komunën e Vrapçishtit dhe komunën e Bogovinës. Përndryshe vendbanime tjera do jenë me gjithë do kenë qasje ama në përmjet të rrugës ndihmëse. Nga kërkesat tona, që kishim për informacionet më detale, ne parashtrojmë disa kërkesat, presëm që kërkesat tona të merren parasysh. Kërkesa e kahmoqme e banorëve të fshatit Gjerovian për nënkalimin mbetet çështje për diskutim, pohon kryetari Abazi. Ne kemi kërkuar disa parametra, për shembull, drenazhimi i autostradës, se ne si komuni kemi edhe vendbanimin Gjerovian që është përfundi autostradës, e kemi vendbanimin e Sëllarës së Epër afër autostradës, ku teritorin përgjithësi pjesa bujqësore e fshatit Sëllarës është përfundi autostradës. Ne kemi bërë kërkesat tona, për shembull, kushtet elementare, qoftë rrima, qoftë ujë, qoftë drenazhimi, këto që mos na paraqiten brenda kohës problem. Edhe e kemi vendbanimin Gjerovian që kemi me urën, plotëson kriteret e lartësisë, gjerësisë, plus kemi kërku edhe të ketë një farë trotuari apo që për kombësorë, mos bëhet de facto vetëm për automjetet, po të ketë mundësi edhe kombësorët të lëvizin në pjesën që u takon vetë. Problem tjetër sipas tij janë edhe shpronësimet, pasi që toka që u është marrë qytetarëve nuk u paguhet mirë. Kompenzimi klasë për vërejtjet nga ana qytetare, kompenzimi i tokës është shumë niveli ullët. Unë edhe këtë kam paraqit si problem, se këtë variant, arsyetimet janë të ndryshme, nuk do të hinë detaje, se nuk jam edhe kompetent për vlerësim, kështu që është fakt i pamohueshëm se qytetarët tonë janë të dëmtuar në vlerën e kompenzimit. Edhe janë të ndëmtuar në pjesë e madhe. Kështu që shpresoj se do ketë një farë mirëkuptimi. Qytetarëve ju bëj apel që të bëjnë ankimime. Tani sa do jetë e pranueshme, sa do jetë e realizueshme, unë ata nuk e di. Unë jam gjendjet edhe t'i mbroj interesat e qytetarëve, çfarë do varet prej meje do jem në disponim maksimum. Edhe pse në këtë pjesë kryetari Abazi thotë komunat nuk kanë kompetenca, por nënvizon se do të përkrah banorët.